Ne jemi në përgatitjet e fundit sa i përket dorëzimit të listës zgjedhore. Datën e kemi data 7, pra është afati i fundit ku ne duhet ta dorëzojmë listën. Dhe që i bie edhe shumë pak ditë i kemi përpara. Natyrisht që ne kemi pasur si vetëvendosje thirrje gjithë anëtarëve të lëvizjes që kanë interes që të kandidojnë, që t'i adresojnë të gjitha procedurat në raport me këtë. 50% e listës përbëhet nga propozimet që vijnë nga qendrat, 50% pastaj ndahet ndërmjet kryesisë dhe kryetarit të lëvizjes, zotit Albin Kurti. Ende nuk e kemi vendosur, si me thonë janë diskutime që po zhvillohen ndërmjet kryetarit Kurti, zonjës Kusari dhe zonjës Gërvalla Shvarc, pra kryetarëve të Partisë Guxo dhe Alternativës. Jemi, si me thonë, duke punuar në këtë drejtim, besoj që të dielën do të jenë të gjitha informacionet sa i përket listës së lëvizjes. Partia Demokratike e Kosovës do të vazhdojë me traditën që lista e saj do të ketë shumë emra të ri, do të ketë shumë freskime, prurë të reja, përmes të cilave ne besojmë dhe shpresojmë që do të kemi edhe një votë të re. Ne e kemi po ashtu një kandidat për kryeministër që është kryetari i PDK zoti Bedri Hamza, i cili ka tregu që është figurë përbashkuese, nuk është figurë përçarëse, dhe me këtë energji të mirë, me këtë energji të përbashkimit, ne do të hyjmë në fushat me shpresën që edhe ata që dikur e kanë votuar lëvizjen vetëvendose, sot të kthehen rreth vizionit të Bedri Hamzës. Ka qenë praktik tashmë e etabluar në Partinë Demokratike të Kosovës që ata që kanë qenë deputet mund të garojnë sërish për deputet, dhe unë besoj që ky mandati 7-8 muaj pothuajse nuk ka qenë mandat fare, pra për neve që kemi qenë për herë të parë deputet, fushata zgjedhore e nënshkurtit asnjëherë nuk ka përfunduar, është vetëm vazhdimsi i asaj fushate. LDK-ja është duke kompletuar pothuajse listën për kandidat për deputet, edhe për kandidatët tanë që janë për ekzekutiv dhe udhëheqësin e listës kryetarin Abdi Gjiku, që është i nominuar për kryeministër të Kosovës. Mendoj që kësaj here do t'ja dalim shumë më mirë, sepse kemi një listë rifreskuar, kemi një vizion të qartë, jemi duke bartur një peshë historike për t'u zgjedhur problemet qytetarëve të Kosovës, dhe duke marrë parasysh gjithë këto komponente, mendoj që LDK-ja do të dalë më mirë se kur. Patjetër që do të jenë, e mendoj që secili prej tyre që ka ambicie do të jetë në këtë listë, sepse kanë fituar së voni edhe ata vota. Ajo që partitë duhet obligativisht ta bëjnë është të cilin resurse të reja njerëzore, profesionale, profesionistë të ri, djemë të ri, vajza të reja, dhe që ta rifreskojnë dhe skenën politike, sepse nëse do të jenë të njëjtit njerëz që kanë qenë deri më tani, atëherë nuk ka shumë shpresë që skena politike mund të reformohet dhe mund të ketë ndonjë ndryshim pozitiv. Prandaj shpresa vetme që për një rezultat pozitiv edhe pas 28 dhjetorit është që partitë ta bëjnë maksimumin në ndryshimin e imazhit të tyre dhe veçanërisht në fuqizimin e aspektit profesional, sepse me këtë populizëm ekstrem nuk mund të ketë asnjë perspektivë pozitive.